Hello! Hello! Mirë se erdhët në një video të re. Welcome back. Sot jemi me Cindy! Cindy. Hello, Cindy. Si e sot? Mirë jam, ti si e? Edhe unë mirë, faleminderit Si që më kalove? pyet. Ta di se zakonisht njerëzit nuk është se më pyesin si e. Po viktimizohen. Atëherë. E di që do bëjmë sot do bëjmë si pjesë e videos, do bëjmë një herë një përmbledhje të shpejtë se si jemi njoft unë edhe Cindy, sepse më kanë ardhur komente, mesazhe kështu se si jemi njoft. E mund duket sikur edhe mund ta kem shpjegu. Po e kuptoj që ndoshta njerëzit, ka edhe njerëz të ri që na ndjekin, që ndoshta vinë nga profilet e Cindy o kështu. Edhe është histori e shkurt por romantike. Shumë romantike. Është romantik. Jo, unë e Cindy jemi njoft sepse e nihnim njëra tjetrën në rrjetet sociale. Edhe thjesht për një gabim Cindy më nisi një video, edhe unë i ktheva përgjigje. Edhe nga ajo përgjigje Cindy më tha, "A dalim me pim kafe?" E unë, "Okej." Kjo është kërcënim. Hajde dalim me pim kafe. E kuptove. Dalim me pim kafe dhe i thash "Okej." Edhe kemi dalë me pi kafe ditën me 31 janar të 2025, se më mend sepse me 30 janar unë kam ditëlindje. Edhe Cindy më solli një mini gift edhe pse nuk më njifte hala. Po, më solli një mini gift gjithsesi. Edhe dolëm pim kafe, pastaj dolëm edhe herë tjerë, edhe që aty pastaj prezantoj Janicën. Besties! Më prezantoj Janicën edhe fillu me dolëm të treja bashkë. U bëm grupi shurupi. Grupi shurupi. Por duke qenë se ne nifemi tash një vit e pak. Ta shohim fiks se sa nifemi. Zot, Nuk do ta ka bëjmë, frikë. nuk do ta bëjmë me dënime, por thjesht me kureshtje. Do pyesim chatin tani, që të na bëjë ca pyetje. Prit se isha të bëj detyrat e anglishtës për Sofin, pastaj një mesazh i shkruajtur te chati. Apo gëzuar, se këtu kemi lëng portokalli shtrydhur të freskët. Made by our soda. Jam fiksu me lëng portokalli. Ndihet që është bio. Përshëndetje chat, si e? Jam këtu me shoqen time edhe du me bë një video ku pyesim njëra tjetrën se kush njeh tjetrën më mirë. A mundesh me mi tregu lutem ca pyetje që mund t'ja bëjmë njëra tjetrës? Se kupton që? Kupton shi besoj? Ta shohim. No, sipas me jam. Ide shumë e bukur. Loja, kush e njeh më mirë tjetrën dhe gjithmonë shumë argëtuese. Pyetje personale, se nuk po lexoj këtë që është çati. Fillojmë me ca pyetje të thjeshta. Okej, cili është ushqimi im i preferuar? Grop direkt, grop. Atëherë, ushqimi jot i preferuar? Ushqimi jot i preferuar? O dio, i preferuar. Ti s'ke ushqim të preferuar? E di që ka qef bamjet, që unë ju rrej. Po ushqim i preferuar? Makaronat, pasta. No. Preferuari im. No. Mish. No. No. Ta bëjmë video. Fliqem me pyetjet para. Ua, po ne kemi bërë edhe një Po muaj ti mund ta dish? Jo, ti. Jo, unë e di. Ha, thuaj. Ta ditur e di. Ha, Po thuaj. vjen tani. Unë ta kam thënë ty se unë i kam dy ushqimet preferuar. E di, më kujtoj se kemi Po folur si shumë cili është joti? A ma ke thënë ndonjëherë? S'ma ke thënë. Po fliqemi. Po s'ma ke thënë. Bamjet. Bamjet do? Okej, nuk është janë të preferuara të mia, por Byrek me qep domate. E mirë është edhe ajo, Po nuk është i preferuar. Po çfarë është njëra preferuar? Ti se ti vetë. Po ti timen? S'po kujtoj. E ushqimi i preferuar janë dy. Indicio. Se s'po vjen tani. Me të thënë indicën S'po del. vjen, di pse nuk mund. Atëre, ushqimet e mia të preferuara janë dy. Peshku. Peshku, po, Okej, gjithçka ja, peshk. Okej. Peshk Edhe tjetra nuk ka lidhje me peshkun. Prit. Peshku tani më kujtua. O zoti mat, çfarë ishte tjetër? Se ma ke bosh peshk në shtëpia jote. Pra, prandaj kur ishim krevat. Kujtohet? Në krevat. Që po karikonim telefonat. S'kishim telefona, mund të fol. Po Cili po, është ushqimi jo, po jo të thasë se ke shtëpia jote, ma ke bosh peshkët pjatë. Te shtëpia ime. Po. Lasagna. Lasagna. Po. Cila është ngjyra ime preferuar? Roz. Stallohet. Stallohet hiç. Ndërsa ngjyra preferuar e Cindit është e bardha. E bardha, po pak Cindy nuk është se ka një ngjyrë preferuar siç e kam unë që vetëm atë përdori pothuajse. Cindy ti pëlqen edhe e bardha, edhe e kuqja, edhe e zeza, domethënë i bën pak mikse. Po nuk është se para vesh shumë ngjyra. Po, nuk vesh ngjyra. Roz, pa roz e kanë. Cindy e sheh gjithmonë me të bardha, me zeza, ndonjëherë me kuqe, fustanet e kuqe ka qef. Me dasht këtë edhe mund ta dish, por ndoshta e din më mirë Janica këtë, se ti nuk je ja shumë. Cili është seriali im i preferuar? Po di unë. Po kam thënë. No, s'e di. Modern Family është seriali im i preferuar. Se di çfarë është Modern Family. Family Me Janicën. Ti se. Ajo Ajo ti mund të Lucifer që jetoj pa tani. Si, më nuk është se e shoh shumë televizor ose seriale që thua kam në një listë. Cila është frika ime më e madhe? Ama sa e di. Prit se të Ka diçka që nuk ka kuptim. Ka diçka, Ka diçka, si një gjëm. Ka diçka që nuk ka kuptim.
që t'jetë e frikshme, po për mua është e frikshme. E di se ç'a janë. Ti se çfarë është, po s'po më vjen nga forët. Jo, nga forët. Po është një frikë që Po, si thon shqipla tripofobia, si thuhet? se Ke frikë nga frymat. Kam frikë, do të thënë kam tripofobinë që kur shoh vrimat vogla, shumë afër me njëra tjetrën, Si për shembull sfungjeri që ka gjithë ato vryma. nuk ka shumë, nuk e toleroj dot. Nuk e di, trupi im bezdiset, acarohet, bëhet mishi kokra, nuk më pëlqen fare. Ti si Terezi. Ndërsa ç'a ka frikë Sindi? Ti kam frikun, ha ta dim. Frikë është trime, nuk është frikë Jam acake. gago. Ç'ke frikë? Ti s'ke pas, nuk e se më ke shpreh ndonjëherë që ke ndaj frikë. Ke frikë diçka? Mu? Jo, nuk të them drejtën se di. Shumë nga këto fobitë e çuditshme ti s'ke. Fobi nuk kam, Jo. edhe Belgin setting, ato nuk i kam bezdi. S'ke frikë. Jam trime. Po, është trime, Jam trime. trime. Po kry. Vabbè, kjo nuk më duhet pyetje, cila prej na shflet më shumë. Sindi ka një diçka fani, që Sindi është ekstroverse, por nuk është si puna ime që jam direkt. Sindi don pak atë kohën e vet dhe pastaj kur ti vije koha e vet nuk ndalon. Jo me gjithë, Po, problemi- është sole që hapet me Po, gjithë. unë flas me gjithë, do të thënë flas kështu në si përfaqësore se nuk është se flas hallet e mia me gjithë, por më vjen muhabeti lirshëm me gjithë. Ndërsa Unë e Sindi kundërta. as nuk e lodh veten shumë, edhe çdo punë që shkoj, më thot, vazhdo ti para. Pastor, Shko pyet ti para. Mama Foli ti dia para. Vazhdo ti. Kështu që gjithmonë më takon mu. Interesante kjo. Nëse ne të dyja do jetonim bashkë, për çfarë do ziheshim më shumë? Kjo është pite vështirë sepse e kemi bërë një Është muaj po, bashkë. nuk në jemi Shqipëri. zënë 24 orë 24 bashkë dhe s'kemi Nëse pas do ishte Janisa, një debat Po, vogël. nëse do ishte Janisa do e kishim përgjigjen e direkte. Se Vonesa. Janisa është gjithmonë vonë, është e avash, është njëri që Nuk e kap gjërat shpejt. Len gjumë, Jani ta çao, Jani ta. Mirë që s'di shqip. Bëjmë shaka, Jo, ne po. dyja Ne dyja për çfarë mund ziheshim? Ka, sinqerisht diçka që më vjen, se nuk jemi kemi zënë, zënë. jo. S'kemi pas debate, sidomos për faktin me thënë duke ne gjithmonë bashk. Ne ma shumë e di që na bën, e vetmja gjë që unë kujtohet që ne na bën me u zënë, është kur duhet me shkrep foto. Mirë, po jo s'ka Nuk lidhje tani. kuptohemi. Do me thënë Sindi më thot një pozicion që i don fotot, Jo, ndërsa unë jo në foto në përgjithësi, Po, foto me me makina, makinë. po. Se unë kam una vizual, si mund të po, them, e si unë mund e ta shoh shpreh. kundra. Unë edhe Marsolës të vëm nga kjo anë makinën, që të kemi pamje nga Po, ne nuk mbrapa. merremi Okej, vesh. ta vëmë në tjetër. Po, pamjen e tuan tej, pse të vëm makinën tej? Jo, po ti bësh ti Po fotografi. sepse për mua, nuk e di, mu truni ma konceptoni në mënyrë Sindi ndryshe e me fotot me makina nuk kuptohemi. Kjo më duket ka qenë e vetmja, nuk Po është se mirë, zihemi, po po ti thjesht ishte në qoftë do do jetonim jetonim bashkë, bashkë, ne po tani fotografi të bëjmë, pra, se po. nuk jetojmë bashkë. nuk ka pas, edhe kur kemi nejtë bashkë 24 orë për i muj, nuk kemi pas. Si kur ti jetoni bashkë me vërtet? Do mbani macet e tua? Macet e tua o që nushin tim? Po mazet e mia, unë kam 4. Edhe? Unë kam qenë. Po së të rjemanin, ma shumë me mami tani se sa me ty. Ti ngele vërdall, të Mirë, mirë. Sa ne, Po sa jam te. punë. Mirë. Nuk do zjeshim gjithsesi. Cili është krashi im nga personat e famshëm? Sinqerisht. Nuk flasim për këto gjëra të drejtë. Po e kam thënë robo, Po, këngëtari nga i e preferuar. Justin E Bieber. bra. Edhe vazhdon hala të jetë krashi im. Sindi s'ka krash nga këto. Ja. Finemi. Fineme sore. Fineme sore, po jo krash, por janë këngëtari jot i preferuar. Po, që i kam muzika qef, që ma, ke nuk qef. është Po. se kam crush. Krash jo. Nuk i kemi ma krash përveç unë Justin Bieber. Kush ka ma shumë gjasa të humbas telefonin? Unë ndoshta. Me që këto po telefonit që harrova çantën, harrova kamerën. Po, sa eri ka ranë telefonin Shqipëri. Mbje telefonin zoti, tokë. ma. Kështu që kam më Mm. mundësi Po, unë. ndoshta. Cili është red flag më i madh tek djemt për mua, që unë mendoj që është një red flag e çesh. Që është e shkurtër. Që nuk është i gjatë. Po kjo nuk ka red flag, thjesht do ishte preferencë. Mirë. Mos flasim. Kjo do ishte preferencë, por një red flag në sjellje. Një red flag i Sindit, çfarë do ishte një red flag i Sindit? Ti ke shumë red flags tani. Ti ke gjitha zero i ke. E di një red flags. Flex. Një red flag. Është diçka që është shpesh. Po ti çfarë nuk shpreh. Red flag më i madh është kur mashkulli nuk kupton fjalën i jo. Edhe është personi nuk mban distancë Po. kur e kërkon ti, Po. po e vërtet. Nuk më pëlqen insistenca e tepërt. Kjo është red flag i madh, shumë i madh për mua. Amore. Edhe besoj në fakt edhe për Sindin se paka shumë vjetat me
Njëjtat mendime kemi pak a shumë. Po, për. Se, a menon se mund të kesh një Si. reflekt tjetër më kryesor se kjo? Që s'ka lek. Jo, atëherë. Flitet gjithmonë për respekt, edhe kjo është për Po. respekti, kështu që respekti është pika e parë, është red flagu i parë, nëse s'ke respekt. Po, edhe unë atë menoj. Kush ka më shumë gjasa të bjerë në dashuri shumë shpejt? Janica. Që s'është as me ne hiç, po Janica. Janica s'ka... Po Janica është më kështu, më... prototipa, si mund Po të nuk ka thuhet. shumë tip, tamam, që Po. është e fiksuar mas një lloj tipi. Jo se unë e Cindy jemi, po jemi pak më të ftohta. Ndërsa Janica nuk është se nëse e ndjen tamam që i hecën komunikimin me një person, edhe mund binte dashuri, po. Edhe mund binte dashuri, po hala se kemi gjetë burin atë saj. E po mirë që po flasim për tipa, pra cili do ishte tipi im ideal? Tipi ideal i Cindy do ishte i gjatë, por jo shumë, sepse Cindy është 1,60, kështu që një person 1,80 do ishte perfekt. Një të marrim me masa. 1,80. Kështu që nëse unë jam 1,64, 1,84 do ishte perfektja. Yeah. Cindy nuk e do me sy bojqell, nuk e don me tipare të hapme, ngjyra të hapme, e don me ngjyra Jo të dhe shumë të errta, ha? Jo, po normal, okay, e don me ngjyra të Mesatare. errta kaf, Po. kështu do të thënë me mjekrën e pastër, jo E shumë të plot. gjatë, plot, po jo shumë gjatë, me një fizik jo të dobët, por as të shëndosh, por as Lekavigje, si thuhet lekavigje? kyçet e kamës të shnoshta, nuk i ka qef No, kyçet e no, kamës. no, kam Dhe vdekje. sa fiksime që i ka ropi, tash që keme bërë. Kyçet e Njerëz kamës janë- nuk i do të shnoshta, nuk e don që të ketë fizik palestre, domethënë perfekt, që të jetë, a ke parasysh si ka dalë në TikTok dead body, kështu si I thjesht. Po, i thjesht. Jo egzageruar, por as si... Ky do ishte tipi i Cindy për pamje estetike. Po për Edhe- karakter? Për karakter, Cindy në fakt e ka qef që të jetë një person që insiston, jo atë që thashun që mos të insistoje, por e ka qef një person që ti përkushtohet shumë, që ta kontaktoje shpesh për shembull, ose që ti kërkoje shpesh të dalin, por që të jetë ai organizuesi, që të jetë ai planifikuesi, që ta dëgjoje, do të thënë ta vërtetoje që po e ngjon atë që Cindy shpreh, edhe pastaj ajo realizohet. Edhe kryesorja që e kemi këtë të përbashkët duhet të jetë problem solver. Në qoftë se unë të shpreh ty një diçka, nuk duhet të më japësh ide, duhet të më japësh zgjedhje, ose të më gjejsh zgjedhje, të më japësh zgjedhje. Kështu që ky është tipi i Cindyt. Edhe në fakt besoj se e kemi ndryshe. Jo. Kështu si Tani, në këtë periudhë, tani ti e si e... në fakt edhe unë isha Si e, po. nuk e di. Edhe unë ato shije kisha. Me një javë më ka shpreh ja 3-4 ide ndryshe. Jo po më pëlqen babyface, jo po e dua më të madh, jo po e dua më të vogël, jo po e dua me mjekrën të plot, jo po e dua me si thuhet, A pizzesto, Mos po që vjen të as ketë në vetëm mjekrën këtu. vetëm këtu para dhe pa Edhe këtu. poshtë. Edhe kur e kanë mjekrën vetëm këtu më pëlqen. Por ju nuk ju shko gjithve. Por më pëlqen. Nuk e di, ora, po nuk e di. Po nuk e di, po si e Po jo magjes? të hap sy. E ha, si shumë e hap. Nëse Kush tipin ka- e kemi të Po, përbashkët. e kemi nuk të është se ka përbashkët. Më bashkë shumë ndryshime. tipo. Kush prej nesh në një marrëdhënie është më xheloze? E di që asnjëra? As besoj as unë. Asnjëra. Nuk jemi xheloze kështu, është gjithçka sipas meje normale. Po, po. Ne më shumë jemi xheloze për një Vërtet. pyetje më shumë drama. Hajde herë. Hajde. Pyetje me Pyetje drama. drama. Kush prej nesh bie më shpesh në drama? Asnjëra Na, prej nesh. asnjëra. Kush prej nesh është më kokfort? Cindy besoj. Të dyja jemi pak, po besoj Unë më Cindy është shumë. më shumë, po. Por nëse do ziheshim, kush do kërkonte falje e para? Varet. Nuk është garë kush Po, nuk kush do kërkonte besoj falje e para, që thjesht por do ishte iniciativa me usqaru. Që nëse do ziheshim, edhe nëse nuk jam unë gabim në menjen time, se pastaj ndoshta duke ngjuar për shembull opinionin e Cindyt mund të jem gabim në sytë e saj. Prapë prapë edhe nëse nuk jam gabim, do e merrja iniciativën që më i than, a mund të flasim. Po besoj që do e kishte edhe Cindy, edhe nëse do menonte që është sakt. Rëndësia është me pas iniciativën me u zgjidh, se nuk ka rëndësia se kush ka të drejtë e kush s'ka. Çat nuk jam të më pëlqy këtë pyetje. Kush prej nesh ka sekretet më të mëdha? Unë besoj. Unë kam sa sekrete. s'mund thuhen. Nuk mund s'mund thuhen tregohen. absolutisht, por cila është diçka që më nervozon? Çfarë është diçka që më nervozon? Ne këto ja Po dimë ti e the para, po po ti e the para, diçka që të nervozon me djemt, është Jo, kur në nuk të respektojnë. Po jo për shembull, nëse a kemi ndaj gjëne që na nervozon? Nuk kemi diçka që na nervozon. No, unë po. Ço ke ti? Makina jote zhul. Po sa lava më njëri. Kjo Arsola, nëse mban makinën me Jo. kaq plur,
Jo, pritse. S'është e lumtur. Ta flasim të vërtetën. Kjo është e Makina vërteta. ime kishte një 2 muaj që nuk e kam las sepse për 2 muaj, 1 muaj e gjys ka nejtë te mekaniku e shkreta. Kështu që normal që duke e ditë që unë do e çoja te mekaniku, prap nuk e lava. Mirë sa. Prit se s'kam marrë. Ja kjo më nervozon që të mlen njëri me fol. Jo, puna është që unë e lava, edhe kur e lava par dje, edhe nisi shiu këtë fundjavë, kështu që më hiku dëm. Lamja. Ni. Edhe mundësisht, që sa dikush për ner, e lava gjithsesi edhe pse kam ikë te mekaniku javën tjetër prap. Ai shkreta. E shkreta. Mirë, Mirë, hesh mos hajde më than mu, jo po kështu, jo po. Mirë, mos t'i nxjerrun fotografi që kam bërë para një 3-4 muaj, po mirë. Vazhdo makina ime sa shkuqe. Ose imja. Ja, diçka që në rozonja makinat e kuqe. Makinat e I kam kuqe vdekje. inat. I ka super inat, ndërsa diçka që Makinat e kuqe që nuk janë supercar. Supercar. super Janë makina. makinat fuqishme e kanë fjalën. Po. Por nëse janë makina bezike të kuqe. Ndërsa një diçka që unë e kam super qef janë dorezat që nuk dallohen. A i keni parasysh ato makinat si Range Rover për shembull që ti e shtyp pultin edhe del doreza? Pultin të. Butonin çaleshin quhet ajo. Më pëlqejnë ato doreza. Nice, më duket se sa shumë kanë pyetje tjera interesante. Cila është pija ime e preferuar? Coca-Cola. Po alkolike? Vodka sour. Okej, edhe. Që ishte ajo. Çfarë pi gjithmonë? No, e pe mora kot. Çfarë pi gjithmonë njëri? Po vodka sour, Po jo. Çfarë pi? Vodka sour edhe ti pi vert bar, unë pi? Ah, prosecco. Ligjum. Cila është ëmbëlsira ime e preferuar? Tiramisu. Tiramisu. Po jo, cila është? Sketi më duket. Mirë. Prit, trileçe? Po jo, prit, se ajo është vetëm në Shqipëri. Cila është ëmbëlsira jote e preferuar? Mos është tiramisu edhe jote? No. Jo. Vindicjo? Me çokoladë? No, nuk kam një ëmbëlsirë të preferuar, se nuk i kam para qef. Nuk kam shumë qef. Çfarë mund të thoje përveç trileçes? Cheesecake, po. Më pëlqen edhe ajo meringa. Si quhet meringa shqip? So, kam ide. S'm Unë vjen nuk mend, çfarë po. është italisht. Jo, meringa, jo, bardha. bardha, po. Po. Cili do thoje që është defekti im më i madh në sjellje? Je shumë tolerante. Jam shumë tolerante. Në njerë po. Unë? Ky menon ti që është defekti im, ti menon që jam tolerante? Apo thjesht je duke përshtat në një rast për të cilin po flasim edhe ti? E pra, kështu që Ne lele nuk është këtë se je rastin. shumë tolerante, por në njerë je shumë e mirë. Jam. Je shumë e mirë, përgjigjesh Jam. shumë mirë në njerë. Ndërsa defekti më i madh i Sinit është e kundërta, që përgjigjem keq. që është e keqe. Nganjëherë është e keqe, jo me ne, por besoj që është nuk është e drejtë për drejtë, thjesht nuk ka durim, nganjëherë edhe mund mos përgjigjet hiç edhe kthesh pinën. Por nëse Po, bën plotësoj gjërat e dramatike, bëj po, dramatike, dramatike. seriozisht po e bëj dramatike, po e teproj sepse nuk është me të vërtetë kështu, por ka raste që mund të Tolerancë mitigohet pak ajo. e kam shumë Po, të ulët. shumë më ulët, po është fare zeros. Ku kam lindur Cindy? Durrës. Në çfarë ore? Në mëngjes. Në mëngjes. Cindy ka lind në Segrate, por nuk e mbaj mend nëse keni masdite më duket. Natë? Keni mëngjes? Po. Çfarë ore? 10:25. 10:25. 10 kam lindur. Oh, wow. Wow! Besoj kemi njoft mjaftueshëm njëra tjetrën. Nëse këtë mos ta bëjmë si pyetje kot, a jam zakonisht me vonesë apo në kohë, sepse unë jam Jo, gjithmonë. A jam person i organizuar apo kaotik? Edhe shumë Jam shumë organizuar. organizuar. Nëse ka një ndryshim plane, mos ja thoni, No, mos ja ama- thoni ama- arsorës e fillon, ja, e pamundur, organizova unë. Ja, Ja, do të lej Çfarë shokun rre? tani. Jo, se Rre. mos i lava tani, nuk i lej dot pastaj, se pastaj do veçur pikë. Jo, dhe për ndryshe, nuk Ren, sepse me të vërtet jam person shumë i organizuar, po jam edhe person që përshtatem shumë, edhe jam person që gjithmonë kam edhe qef t'ja u plotësoj qefin shoqeve të mia. Sepse për shembull, një shembull i freskët, Janica na ftojnë në Milano një ditë me ik Milano, edhe i thash Janica, tu ma thash shumë vonë, kam planet e mia, unë kam shumë vonë, ora 3. 2 e mesditës ishte. Ne do të vishim nga ora 10 Po të pra, po darkës. kisha punë njerëz, tash rri robi kot. mirë. Kisha punët e mia, ama pastaj ula ashtu e thash, okay, mund të sakrifikohem, ti bëj Okej, senet mund të ndryshe. bëjmë. Okej, Janica, ikim Milano. Kështu që pavarësisht faktit që jam shumë e organizume, mundohem gjithsesi që të përshtatem me njerëzit që e di që s'janë të organizuar as sa unë. E pastaj, nejse. Vini nati. Vini nati. Cili është parfumi im i preferuar? Nuk ka për ta, e besoj se edhe mund ta mbash me emrin. Ai ka thënë 1-2-3 herë, po se kam. I Sinit është Armani. No. Po, mora Dolce Gabbana. Dolce Gabbana the only one, se isha të menuar Armani. Po është Dolce Gabbana only one. A si Ah, ishte the only Yves Saint one. Laurent e Yves Saint jote? Laurent, po, libre. Ndërsa i Sinit është Dolce Gabbana. Gobona. Cili është fruti im i preferuar? Atëherë, të pëlqejnë shumë. Po ti kom si dish kaku në bërës familje. Nuk besoj se ka. No, crunch. Ka emër?
S'po më vjen tani. Si di që Burma. Hurmat i pëlqejnë shumë. Po. Nëse verës që më pëlqen shumë. Verës. Verë më pëlqen. Prit. U desh me ndërpre video 1 minutë sepse ishte ngro fotokamera. Edhe po flisnim për frutin tim preferuar që tha, cili ishte? Pjepri. 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 Që si vjen shumë edhe bostan. Arsora e thot pjepër. Nejse. Do përshtatemi që të bëjmë. Po. Ndërsa Sindi s'ka frutat preferuar. Sindi me I kam qef, po si kam preferuar. Po, nuk është se me pas fruta në tavolini han, unë çat ndali para frute ha. Jo, më shkon Nadia fare. Jo, zero. Për shtrydhen pëlqejnë, fisht. Fisht janë të mirë në fakt, se edhe pak pastaj u vjen sezoni edhe fisht. E kam. E kam. Ma ke qyuar ti një herë. Se do puna jo. Shega. Ajo shek pra unë qëroj shegën, Sindi qëroj mandarina e portokalla. Plotsohemi. Nejse, jeni gati që ndryshon ora me 29 mars. Të shtunën do flejmë një orë më pak, por do ja vlejë se do zgjatet dita. Edhe kështu që ne jemi happy. Pastaj afrohet ditëlindja e Janicës. Do dalim, do bëjmë festë, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Tu se kena planet të mëdha. Kur far plani s'kemi po. E bukur që ne dalim në Shqipëri, bëjmë jetë natë, çfarë bëjmë, vim këtu në Itali. Qetësi. Nëse sonte do dalim mas një muaje të sa, që do të thënë tu s'dilim natën, do dalim të pim diçka, po. Një gotë verë. Ndërsa kur jemi në Shqipëri, çfarë s'bëjmë? Çfarë bëjmë këtu? Basta. Po mbyllim shtëpi. Nuk e di, bajatet robi këtu. Ndërsa atje më duket atmosfera ndryshe. Nuk se bajatet, po s'ka vende ku dalësh. Po s'ka vende që na pëlqejnë. Pastaj është edhe ndryshimi që jetojmë në qytete të vogla. Por edhe kur ikim Milano s'na pëlqen. Po edhe Milano shumë nuk na pëlqen. Nuk e kam qef Milanon, e kam vdekje edhe Milanon. Se edhe me shku në Shqipëri me nejt në fier, s'ke qa bën. Kështu që besoj se jemi njoft mjaftueshëm. Hajde që tani s'mund të di gjitha. Më njëherë. Kështu që see you later alligator. Bye.